Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kinez që flet shqip. Ndora me bartë, buka me mjartë. Kjo oferë e urët shqiptare na tregon se vetëm përmes mundit dhe përkushtimit mund të korrin frytet e bukura të përpjekjeve tona. Gëzuar 1 maj, sot është dita ndërkombëtare e punës, një ditë që kremtohet për të nderuar çdo punonjës që me mund dhe përkushtim kontribuon çdo ditë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më të fortë. Nga bujqësia tek industria, nga shëndetësia tek arsimi, çdo punonjës luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përparimin e vendit. Duke filluar nga viti 2025, të gjithë qytetarët kinez do të përfitojnë edhe një ditë pushimi shtesë, duke bërë ditën e punës një mundësi më e mirë për të relaksuar dhe për të shkëputur nga rutina e përditshme. Ky ndryshim ka për qëllim të nxjisë konsumin dhe të rrisë ekonominë, duke nxitur industrinë e turizmit dhe aktivitete rikryuese. Tashmë, kjo është një mundësi më e mirë për të organizuar një udhëtim më të gjatë ose për të shfrytëzuar mundësinë për të eksploruar destinacione më të afërta dhe më të thera. Sipas parashikimeve, numri I pasagerëve të transportit aerocivil do të arrijë rreth 10,75 milion me një mesatar ditore prej 2,15 milion. Kjo shënon një rritje prej 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, duke arritur një rekord historik. Po më tepër, ky vit shënon 100 vjetorin e themelimit të Federatës Kombëtare të Sindikatave të Kinës. Lideri kinez ka theksuar punëtorët e masat e gjera të punonjësve janë krijuesi kryesor të pasurisë shoqërore. Për të bërë përparim të dukshëm dhe konkret në realizimin e pasurisë së përbashkët për të gjithë njerëzit, kjo duhet të reflektohet së pari tek 100 milion punonjës. Ndaj, puna e sindikatave është jetike. Gjatë dekadave të fundit, Kina ka bërë përparime të jashtëzakonshme. Mund të them se këto arritje janë të lidhura ngushtë me punën dhe përkushtimin e çdo punonjësi. Ata janë jo vetëm nxënësit e përparimit të shoqërisë, por gjithashtu edhe ndërtuesit e rrugëzimit të vendit. Sot, nga një laps deri tek një makinë, produktet e punonjësve kinez janë përhapur në mbar botën. Miq tan shqiptar, gjithashtu mund të blejnë produkte të prodhuara nga punëtorë kinez. E sepse ndozemi në vende të ndryshme, mundimi I punonjësve na ka lidhur më ngushtë, duke bërë që distanca mes nesh të mos jetë më aq e largët. Jam Burimi, një gazetar kinez që flet shqip. Gëzuar ditën ndërkombëtare të punës. Urojmë të kaloni një pushim të këndshëm.